Përshëndetje shok, dashamir, konakut shikuese që na shikojnë drejt për drejtë me miliona, këtë Evropa, këtë diaspora, këtë Amerika, këtë Shkupi, këtë Kosova, këtë Shqipnia, këtë troje shqiptare. Une për momentin gjendem në Haracinën heroike e kafe Advani, kafe pizzeria Advani, por lajmëroj që para festës muajit Ramazan do mbohen 2 konake, ashtu fati konakeve që na do kemi edhe mysafir, edhe artista, edhe qerë artista, edhe artistat e konakut. Nesër mbroma, dite ente, do kete konakë në Hasanbek. Në Hasanbek e përshëndesim drejt për drejt te Fatia. Fati Asani te kafe Fatia. Nesër mbroma, ora 19 do jete në Hasanbek. Ta dini edhe fillon ora 19, kush done mund tjete i mirëseardhur, se konakus do ndalet që na thonë ne me rapsodët tonë do vazhdojmë punën, do vazhdojmë programet muzikore. Në Hasanbek nesër do ta bëjmë ashtu e ente, ashtu është nesër në gjatë, nesër kismet edhe do ta bëjmë një konak te Fatia, ashtu e lajmërojmë Hasanbek edhe vinë në Haracin, ditën e shtunë, ora 19 do filloj edhe ajo, aty ka 18 do bëna gati, te kafe pizzeria Advani, tonë himjen Haracin, Qania, pronari, Qanin e Biu, e falenderojmë shumë edhe në qatë veselin, shokun tonë këtu nga Haracina, edhe gjithë Haracinasit. I falenderojmë gjithë, ne kemi thonë që konaket nuk do ndale, tradita do vazhdoje. I falenderojmë gjithë ato neve qka na bëjmë ftes, edhe neve naftojnë, edhe ne i bëjmë këto konake, edhe do vazhdojmë me rapsadet tonë. Do morim pjesë nesër mbroma në Hasanbek, grupi muzikore nga Studeniçani, komuna Studeniçan, janë nesër gjithë ato rapsadet. Adem Mustafa nga Studeniçani, merë pjesë Rahim Sahiti edhe Osman Sahiti, 2 vllazni që janë nga Morana, morin pjesë artista, do more pjesë edhe Abdullah Zekir nga Morana. Nesër mbroma do more pjesë edhe zotri Tahir Seferi nga Shkupi, më i mëshuar çka është. Zotri Tahir Seferi në Hasanbek do more pjesë, po në Haracin nuk e dia ta more pjesë, se është në rrugë. Zotri Tahir Seferi më i mëshuar. Do more pjesë zotri Ilber Mendeli nga Kondova. Do more pjesë rapsodi i Zjarr. Do more pjesë zotri Dalip Sulejmoni, është nga diaspora ka ardhur, po do more pjesë edhe nesër edhe shtunën. Dalip Sulejmoni nga Kondova, ashtu nga Shkupi. Do more pjesë Xhem Dauti. Nuk e di për qerë, por ato 2 kanë me marrë pjesë në konak nesër proma në Hasanbek, edhe do morën pjesë njësoj ditën e shtunë këtu në Haracin. I falenderoj gjithë, edhe në Haracin, kismet Haracinën heroike da e kallin këtu. Kush done, është i mirë se ardhur te kafe pizzeria Advani. Kjo kafe ka pas 2 herë, ka ruajtën traditën, e ka ruajtën folklorin, edhe Qania nuk e le traditën, edhe vazhdon
që ta përkraje folklorin bashkë me Nexhatin edhe gjithë. Araqina ka pas luftar, ka pas trima, ka dëshmor, lavdi për ata dëshmorët. Edhe respekt për trimat, luftarët tu, komandantët që ka i kena, komandantë tonë këtu që janë në Araqinën heroike, i përshëndesim drejt për drejtë, por na para muajit Ramazan, ma dhe vynë në qetër javë është Ramazan, do pushojmë pak, po kush ka dëshirë mundet mbas teravisë, mund bëjmë një program të vogël, ashtu shoqërisht na do vim, nuk është problem. I falenderojmë edhe një herë gjithë diasporën, gjithë Shkupin, gjithë Kosova, Shqipni, edhe trojet tona, na kina thonë që Konaku do shkoje në çdo vend banim, në çdo fshat, edhe i falenderojmë gjithë ato shqiptar, çka janë, që edhe Shqiponium këtu e kena, gjithë çka janë anë e banë që na ftojnë, por edhe diaspora neve mos na harrojnë, se edhe pa diasporën s'ka. Inshallah na pritet mbara, bashkë me grupin muzikor edhe artista që ka do vinë, se une si kryetar kam thonë që do kete edhe artista tjerë, do marrën pjesë në për Konake, do marrën edhe kush do, është i mërseardër se Konaki da gjindohet, do kete edhe ndryshime çdo herë, edhe i falenderojmë gjithë antarët e Konakut, i falenderojmë shumë edhe bashkëpunimin që e kun me Sadri Jakupin, shoqatës Horizonti, edhe me gjithë çka do bashkëpunojmë ne, shifemi nesër mbroma në Hasanbek të shtunën kismet në Haraqin të pizzeria Advani të Çania. E falenderojmë shumë Çani, falenderit për këtë ftesë, edhe na do ta kallim bashkë me artistat tonë, Konaku, shoqatës kulturore artistike Konaku, vim këtu kismet ditën e shtunë, ora 19, kush ka dëshirë mund të vije, more pjesë. Falenderit shumë, ju përshëndes, nesër mbroma shifemi në Hasanbek, edhe hapëm like-in për në Araqin kismet ditën e shtunë. Falenderit shumë për gjithë to burra, trima, shka se harrojnë folklorin, se harrojnë traditën, respekt, edhe i falenderoj gjithë shikuesit drejt për drejt nga gjithë ana bota çka neve na shikojnë. Edhe Nexhatin falenderoj shumë që sot ka marrë iniciativë që na ka ndihmuar Nexhat Veseli nga Araqina, por këto iniciativa ne erdhëm për në Araqin, po duhet Konaki edhe në Hasanbek. Shifemi në prifte mbara.